çfarë ndodhi midis Livias dhe Xhibanit, dyshja shihen shumë të afërt me njëri tjetrin. Një lajm vjen edhe nga Olta Gixhari, që bën veprimin e habitshëm për motrën në Big Brother VIP. Lajmi i parë vjen për Olta dhe Gerta Gixharin, teksa kjo e fundit ndodhet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother. Gerta e njohur ndryshe si motra e Oltës, edhe pse rrugtimi i tyre është i ndryshëm në këtë reality show, duket se mbështetja e Oltës nuk ka munguar në asnjë moment për Gertën, duke publikuar shpesh në rrjetet sociale. Pasi Gerta është në një nominim të fortë këtë javë, aktoria i ka kërkuar nga ndjekësit që ta votojnë për të qëndruar në shtëpi, edhe pse raporti i motrave ka qenë tepër i diskutuar në mediat roze. Olta shkruan: "Për nder të motrës time bukuroshe dhe të fortë, ju ftoj të gjithëve që ta ndihmojmë në këtë televotim. Ajo ja ka dalë gjithmonë dhe me ndihmën tuaj jam i sigurt që do ja dalë sërish", ka qenë mesazhi i Oltës për Gertën. E një lajm tjetër vjen edhe nga Xhibani dhe Livia, dy ish banorët e Big Brother, teksa Xhibani, i cili u largua një herë me zarftëzi herën e dytë për shkak të gjendjes shëndetësore të të atit, është bërë sërish i gjallë në rrjetet sociale. Këtë ditë Livia, e cila nuk i shpëtoi dot nominimin dhe tashmë gjendet jashtë, ka qenë mjaft e afërt në shoqërinë e Xhibanit. Ata edhe brenda shtëpisë kishin raporte relativisht të mira midis vetes, teksa duket se dyshi janë takuar e kanë bërë shaka me njëri tjetrin. Ata kanë shpërndarë edhe disa foto në rrjetet sociale të TikTokut, teksa kanë lexuar edhe disa prej komenteve të ndjekësve. Disa i shohin edhe si një çift i bukur, teksa Xhibani me shaka ka thënë: "Mos na fusni në ato ujëra", teksa Livia ka qeshur më të madhe. Nuk dihet nëse është thjesht një raport miqësor, apo Livia, e cila ka deklaruar se është gënjur nga Mevlani, mund t'i jap një shans Xhibanit.